Kajram Begaj. Të nderuar qytetarë të Prizrenit, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore, atyre vendore, të nderuar deputet, të nderuar kryetari i komunës së Prizrenit, përfaqësues fetar të policisë, të PSK-s, të organizatave të tala pas luftës, të veteranëve, të dashur bashkëdhetarë që vini nga Lugina e Preshevës, jashtë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe ata të Malit të Zi, të dashur bashkëdhetarë. Është nder, krenari dhe privilegj të jem sot me ju në Prizrenin e bukur, e bukurisë natyrore dhe shpirtërore, në Prizrenin e traditës dhe të patriotizmit, në zemrën e kombit shqiptar. Në këtë vend, me simbolik të thellë, kujtojmë së bashku një nga faqet më të ndritura të historisë sonë kombëtare, lidhjen shqiptare të Prizrenit. 10 qershor 1878 ishte, është dhe do të mbetet themeli politik e shpirtëror i bashkimit kombëtar. Është dita kur filloi lëvizja për pavarësi kombëtare. Shkëndija e kësaj dite ndezi pishtarin e lirisë, por trashëgimia e saj jeton sot në çdo përpjekje për zhvillim, për mirëqenie, për bashkim shpirtëror dhe kulturor të shqiptarëve, kudo ku ata janë e jetojnë. Ajo lini si nevojë jetike për të mbrojtur trojet tona, identitetin dhe të drejtën tonë për ekzistencë dhe dinjitet. Lidhja shqiptare e Prizrenit ishte një thirrje për bashkim, për mbrojtje dhe vetdije kombëtare. 10 qershori 1878 nuk ishte thjesht një mbledhje e prizve shqiptare. Ajo ishte shprehje e krenarisë dhe përkatësisë dhe vetdijes europiane të një populli me histori të lashtë, kulturë unike e me vullnet politik për të vendosur vetë mbi fatet e tij. Të dashur vëllezër, ne sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për të kujtuar një datë në histori, por edhe për të nderuar një ëndër, një zgjim, një zë të fuqishëm që doli nga zemra e kombit tonë. Ky përkujtim i sotshëm është një akt kujtese, akt reflektimi dhe frymëzimi për të gjithë ne. Ai është gjithashtu edhe një akt edukimi kombëtar. Lidhja e Prizrenit shënoi një moment të rëndësishëm në historinë e shqiptarëve. Ishte lëvizja e parë e madhe e organizuar në mënyrë administrative, politike dhe ushtarake që prej kohës së Skënderbeut. Në atë kohë, kur fuqitë ballkanike po përgatitishin të ndanin territoret shqiptare, burrat e dheut nga të gjitha anët e Shqipërisë etnike u mblodhen në Prizren për të ngritur zërin e kombit tonë. Ata nuk kishin fuqi të mëdha pas vetes, por ata kishin guximin, kishin vullnetin dhe besimin për të mbrojtur të drejtën e tyre për ekzistencë, për gjuhë dhe territor. Kishin dashuri për këtë vend, kishin dashuri për Shqipërinë, kishin dashuri për shqiptarinë. Lidhja e Prizrenit u rrit me shpresë, me guxim dhe bashkim. Të dashur pjesëmarrës, të dashur bashkëdhetarë. Historia është frymëmarrja jonë, është gjaku që na rrjedh në deje. Lidhja e Prizrenit është pjesë e trupit tonë, e kësaj zemre që rre në çdo shqiptar të ndershëm, pjesë e identitetit tonë kombëtar. Identiteti ynë kombëtar nuk është vetëm një fjalë, nuk është vetëm një kujtim, por ai është një amanet. Le ta kujtojmë këtë ditë, jo vetëm me fjalë, por me veprim, me më shumë dashuri për identitetin e kombit tonë, për gjuhën tonë, për historinë tonë. Sot detyra jonë është ta çojmë më tej këtë amanet, sepse ne nuk harrojmë historinë, ne duke mos harruar historinë, ne mbrojmë të ardhmen tonë. Përmes kujtimit të këtyre ngjarjeve, ne japim brezave shembuj dhe vlera. U mësojmë se liria nuk është e dhënë, por është e fituar. Se ateu nuk është vendi ku vetëm jetojmë,
por pjesë e natyrshme e identitetit tonë. Se historia jonë nuk është prallë nga e kaluara, por trashëgimi solemne që na detyron. Kjo është arsye që unë sot jam i shoqëruar nga një grup nxënësish nga Shqipëria, nga Shkolla Lidhja Shqiptare e Prizrenit në Tiranë. Ata përfaqësojnë lidhjen organike me të ardhmen. Sot, në një realitet krejt të ndryshëm nga ai i vitit 1878, Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete të një kombi. Ata ecin përpara, krah për krah, në rrugën e integrimit evropian. Të jemi pjesë e Europës Bashkuar është vazhdimi natyrshëm i aspiratës që shqiptarët shprehen në lidhjen shqiptare të Prizrenit. Lidhja shqiptare e Prizrenit nuk duhet kujtuar si një ngjarje e shkuar, por si busull frymëzuese. Ajo na mëson se kur jemi të bashkuar, kur kemi vizion dhe vullnet, asgjë nuk është e pamundur. Ajo na kujton se atë dashuria është vepër, jo fjalë. Se atë dashuria është të nderojmë sakrificat e djeshme me përgjegjësi të madhe për sot dhe me vizion për nesër. Të punojmë pa u lodhur për të ndërtuar një shoqëri shqiptare të drejtë, të arsimuar, të bashkuar e me dinjitet. Lavdi për jetë, lidhje shqiptare të Prizrenit, lavdi të gjithë atyre që dhanë gjithçka për identitetin dhe lirinë tonë, rroft Shqipëria, rroft Kosova, rroft kombë shqiptar. Në këtë